Më dërguan me mira mesazhe për një askush që kishte broçkullitur gjërat nga më të neveritshmet për parashevisimakun. Dhe me thënë, ki je në punën tënde, je angazhuar, dhe shikon edhe dëgjon shmëndurira, shpifje, llafe, që nuk janë të vërteta, pa tjetër, sepse më kanë shkruar shumë njerëz, shumë djegës, edhe më vjen shumë keq që më duhet të flas për këtë gjë, ndërkohë që mund të flisnim për gjëra të tjera, për se si mund të rikthehet parashevia, të ketë një jetë më të mirë, si të rregullohet jeta e saj, etj, ndërkohë që duhet të merremi me këto llafazanët e Shqipërisë. Më vjen shumë keq që duhet të flas për këtë, po duhet të reagoj për arsyeën e vetme sepse kam marrë shumë mesazhe me mira, të cilët janë të indinjuar. Tani për një person që do parashevisimakun si nënën e vet, është shumë e vështirë që ta përmbaj veten dhe të mos i rikthehet askushit në fjalë ose askushve apo personave që janë askushër dhe që përpiqen t'i veshin vetes një profesion. Më vjen shumë keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi, nuk do të reagoj duke i ofenduar dhe duke i përmendur me emra dhe nuk dua t'u bëj as reklam. E kam menduar gjatë dhe kam vendosur që çështjen e rastit në fjalë të një shpiftësie bisede, një marrëzie, një mashtrimi, një përbaltje kundër parashevisimakut, ikonës së muzikës shqiptare dhe legjendës së shqiptarëve, më vjen keq, por nuk do t'u jap të kënaqësi. Nuk do t'u jap të kënaqësi, po do t'ju tregoj më vonë se çfarë do bëj. Si e thash edhe më parë, nuk do të merrem publikisht me këta abuzues edhe me këta askushër, por do ta çoj çështjen për në gjykat. Më kanë informuar avokatët e mi që në Shqipëri rastet e shpifjeve dhe përbaltjeve ndiqen në gjykat. Më duket se ka dhe një ligj të ri që është edhe më i rrept kundër përbaltjeve dhe shpifjeve, dhe në rastin e parashevisimakut kjo është edhe më e rëndë, sepse ajo është edhe në një gjendje të caktuar emocionale, të cilat unë do t'i faktoj në gjykat në Shqipëri. Për fat të mirë të këtij rasti unë do të jem në Tiranë pas javës së modës në Paris ku unë ndodhem, edhe besoj se do të ndjek këtë çështje deri në fund. Pra, të gjithë dashamirësit edhe fansat e parashevisimakut i siguroj që unë do ta çoj çështjen në gjykat, aty ku e meriton të shkojë ky person. Por le të diskutojmë pak fenomenin e ri në botën e spektaklit edhe të artit shqiptar, ku njerëzit përpiqen të tërheqin vëmendje dhe për këtë vëmendje janë në gjendje të bëjnë çdo gjë. Janë në gjendje të ecin mbi trupa të vdekur, janë në gjendje të mos respektojnë ceremonit mortore, janë në gjendje të mos respektojnë asnjë standard njerëzor. Dhe këtë e bëjnë sepse janë askushër. Janë njerëz pa talent, janë njerëz që nuk i japin një gjë karrierës së tyre, apo janë persona që mund të quhet produktiv. Dhe prandaj e bëjnë këtë gjë. Unë nuk dua t'i ofendoj sepse mund të jetë një profesion i ri. Pra, mund të jetë një profesion i ri i të qenurit askushi. E kuptoj tani social media kanë zgjerë në sipërfaqe çdo lloj karakteri dhe personazhi, por kjo nuk i bën ata profesionistë. Por dua t'i jap një këshill edhe këtyre personazheve të rinj të askushllëkut, që të kenë pak kujdes sepse ka dhe ligje, ka rregulla shoqëria, ti nuk mund të dalësh edhe të gënjesh publikisht dhe për klikime të shpifësh, sepse në rastin e parashevisimakut i kërkoj këtij askushi është në gjendje t'i vërtetoj këto. Mund të dali ky askushi ose kjo askushja dhe të thot, me rast konkret, kë familje ka prishur parashevisimaku, cilët burra ka marrë parashevisimaku dhe cilat gra ka lënë të vetmuar dhe familje të ndara, na i thot publikisht, meqense i pas ka dëgjuar këto në Amerikë, se unë nuk i kam dëgjuar. Pa të dalë t'i thot publikisht, pra, sepse nuk mund të dalësh dhe të gënjesh. Edhe si kur ti kanë thënë, ti duhet i vërtetosh para se ti thuash këto gjëra. Apo jo? Dhe nuk janë të vërteta, siç po thosha edhe më parë.
Parashevisi Maku ish ndarë skenës për arsye të tjera më madhore. Për ato që unë nuk mund t'i flasë, sepse nuk jam një askush që për klikime tani të shpërndaj lajme të cilat do të bënin sensacion. Ajo nuk është larguar nga skena sepse i paska marrë burrin dikujt në Amerikë që është askushi gjithashtu, para paska marrë një askush të një askusheje. Më kuptoni çmenduri si mund një media të ftoj dikë të tillë në kohën e vet televizive dhe t'i jap zë. Këtë nuk kuptoj. Më vjen shumë keq. Këto janë mashtrime, janë gjëra që askush në botë nuk mund t'i vërtetoj dhe si rrjedhim as nuk duhet t'i thot. Sepse përballesh me ligjin, është e rëndë, është çmenduri. Nuk di, nuk kam fjalë. Dhe po rritet një brez i ri, i çuditshëm. Ç'lidhje ka askushi me Parashevisi Makun njëherë? Se janë dy breza krejt të ndryshme, të larta, se për talent nuk po flasim se ka fare krahasim këtu, më thënë, se nuk dua të jem as cinik, se më vjen dhe keq, më vjen keq për këtë askush, më vjen vërtet shumë keq që, se nuk e di, në Zot ka besim ky askush se është gjyna, është nuk e di, është mëkat. Të flasësh për dikë në gjendjen e Parashevisi Makut, me këtë fjalor, më vjen shumë keq. Jam shumë i prekur, sepse ka 1001 halle Parashevisi Maku. Të dëgjoj dhe këtë. Nuk e di domethënë. Nuk di. Për ndjekësit, është totalisht një mashtrim. Unë jam i bindur, i kam parë reagimet. Të lutem mos e shani këtë askushen. Lëreni në botën e saj, se gjuna, domethënë, unë mendoj që duhet kemi besim të Zotit dhe ti falim këta. Kur vjen puna te kana. E di që jeni, nuk kam fjalë, e di që jeni shumë të mërzitur se inboxi po më qahet nga mesazhet. Mos e vrisni mendjen, ju premtoj që do ta ndjek unë në gjykat, në mënyrën më civile, në mënyrën më njerëzore, dhe të respektohet ligji shqiptar për shpifjet dhe për denigrimin e figurës së dikujt, aq më tepër në situatën në të cilën ndodhet Parashevisi Maku, e cila nuk mund të mbrojë veten. Pra, në këtë rast t'i japim një mësim kësaj vajze të re që të mësohet të flasë herë tjetër me kujdes.